Shikues të mapës, tashmë Partia Demokratike ka ngritur podiumin ku po punohet ende për protestin që do të mbahet sot nga ora 17. Këto janë pamjet e marra këtë mesditë. Ndërkohë, siç e shikoni nga pamjet, edhe selia e kryeministrisë është tashmë e blinduar dhe e mbrojtur në dyert nga fletat metalike, ku ende duken gjurmët e protestës shkuar dhe molotovi i hedhur. Pak më pas, këtu do të vendosen forcat e policisë për të shmangur hyrjen ose për të ruajtur sigurinë e ndërtesës së kryeministrisë. Po ashtu, bulevardi tashmë është bllokuar, askush nuk mund të kalojë përveç pjesës urës së Lanës, ku vazhdon qarkullimi drejt Unazës. Mediat kanë zënë pozicionet e tyre dhe po ashtu edhe pjesa tjetër është e bllokuar nga podiumi. Nga ana tjetër, në anë të kryesisë së kuvendit është vendosur grupi i Zotit Lapajt për të vazhduar protestën e tyre.